ujori. Deri në momentin që nuk mbrim t'i shohim tjetrit anën e errët, asnjëherë nuk do të mbrim ta njohim atë vërtet. Thot shkrimtari amerikane Marianne Williamson. Dhe, vazhdon ajo, deri në momentin që nuk kemi arritur që t'ia falim këta anë të errët, kur nuk kemi për ta kuptuar se ç'është vërtet dashuria. Unë jam pro me të dyja duart. Tani, kthehemi tek ty, o ujor burra grua qofsh. Detyra jote në ditët në vazhdim është që këtë të vërtet të madhe të bësh ç'është e mundur ta kuptosh dhe ta përvetësosh. Pra, duhet të zbulosh anët e errta apo të fshehura të personave më të rëndësishme, më të afërt me ty në lidhje sentimentale ose në lidhje pune. Dhe pastaj, në zemrën tënde të madhe e inteligjente natyrisht, duhet të gjesh mundësinë dhe aftësinë për t'i dashur edhe për këta anë të errët apo të fshehur, sikundër i do për anët e tyre të dukshme e të bukura. A u spjegova, ujor?